gjithë të rriturit në këmbë. Po hynë gjykacja. Ullune, unë jam gjykacja. Çfarë kemi sot? Atëherë sot kemi Denin kundër babait të tij. E shikoj se si do të shkojë ky gjyq. Po. Të downloadohet i pandekurit. Fëmijë poshtër, po kom që ato tim çashkëm në kinemax në më shokun klasë? Gjykat. Çepe. Po luni filmash? Kjo është gjykat. Denin, ti kishe një ankesë ndaj babait tënd. Ndaj babait të Kurnas? Po. Më falë më, ju ishte gjykacja? Gjykacja. Falë më zëjë gjykacja se në më një sikletë, po arsyetimi që ka ky fëmija, ka shqitjatit vetë, është një budallik me brirë. Kujdi plasi. Kujdi plasi? Ty? Qo? Apo ty? E po, plasi s'pasa pas. Denin, do na i tregosh ankesën tënde? Ky babai Kurnac më dënoi për një javë. Po gënjen! Moj, zonja gjykace, po nuk po i shef këto fëmijët e poshtër që po më mbusin me pera? Më fal, po nuk i kisha sytë e pastra dhe mbi të gjitha kam dëshmitar. Tani, Deni, do na thuash pse të dënoj? Shiko, ky babai Kurnac mu je 500 lekë në javë. Vazhdo Deni. Dhe unë për të mbjetuar, hapa biznesin tim me PlayStation-a. Është totalisht e arsyeshme dhe kuptueshme. Faleminderit. Më falni se po ndërpres. Është totalisht e arsyeshme dhe e kuptueshme, po ky ri 8 orë përpara kompjuterit më zonjë gjykatëse. Po ky ka harruar të marrë film moj. Dhe unë të mjetonte në shkollën e madhe të jetës. Shkollën e madhe të jetës me PlayStation? Po, PlayStation është ndërtuar mbi fakte të vërteta dhe e keni ndërtuar juve. Po, rritë. Daja. Mos e lëvizat të nofullati gjyku pa kuptueshme, sepse deshifron gjykata. Po, e deshifron. Kush e lëvizi nofla? Kush? Ti? Apo ti? E po, nofla nuk është lëvizur. Të lutem Deni vazhdo. Në PlayStation 2 ka mësuar së të ngas makinë. Bravo! Ka marrë me patentën. PlayStation 2-shi nuk janë ashtë të shkallët, sepse ti nuk më ble PlayStation 3-sh. Po që PlayStation 3 moj, zonja gjykatëse, po kjo është 7 lëmë njëllës moj. Me që pas keni dhe syzet e pastra. Të pastra e ka. Ashtu zonja gjykatëse? Ja. Kam edhe paralelrim. Ju lutem, i keni pak zonës. Unë ta verifikoni. Pa përgjithshmëria e këtij fëmije të poshtër, duke kaluar gjithë ditën në kompjuter. Milano, qarë, mish! Që në të pret gajtë më tregon të historinë ti? Ore, ti si në regull, se qa kesë po e marrë vesh. Mos ta t'i shoj zërin! Deni, bërë një gjë tjetër baba e ytë pasi të dënoj për një javë. Mo është i PlayStation-i nga moma. Mo është i dhe televizori. Zonja gjykatëse, a ka mundësi që t'i jepni këtij fëmijës poshtër një leksion nga ato që ju karakterizojnë juve? Mësim të mirë. Gjoj. Në regull, në favor të paditësit do t'i japësh 79 milion lek. 80 milion rumbullak. Ti? Jo, ti jati. Që, 80 milion? Dhe gjithashtu do t'kalosh 7 vjetë në kutime një qelbës. Unë? Ti? Po kjo është përshme! Unë të dojë të qitë, po e të qitë! O, zota, ekziston o zota! O,
qelbës, jo qelbës. Jo qelbës. O zëri gjykatëse, po të lutem, po ato qelbin e. Dënimi ishte shumë i lehtë. Më vjen keq edhe për qelpsat, por nuk baron këtu. Do ta çoj deri në Strasburg.